përmush një çudi në rastin e tij, për shkak se ka qenë një zyrtar policor, jo vetëm se ka qenë një zyrtar policor, por ka qenë një person, po them, një njerëz mjaft edukuar. Deri më tani nuk kemi informacione se cili është kryesi i aktit, por megjithatë organet e drejtësisë janë duke bërë punën e tyre dhe shpresojmë se në momentin kur kemi informacione më të sakta do t'i japim edhe mediave. Meqense se komuna Kaçaniku ka qenë një komunë mjaft e qetë për këtyre raste, një rast që neve na ka shokuar gjithëve. Dhe nuk e di mendim motive se si ka ndodhur ky rast, por megjithatë po presim të dhënat zyrtare që do të vinë dhe atëherë me siguri do të kemi informacion më të plot, edhe ata nuk kanë asnjë lloj piste hetime deri më tani. S'po ku po flas nga fjalët e komandantit të policisë, por megjithatë ndoshta organet e drejtësisë janë ka bëjnë punën e vet. Përmush një çudi në rastin e tij, për shkak se ka qenë një zyrtar policor, jo vetëm se ka qenë një zyrtar policor, por ka qenë një person, po them, një njerëz mjaft edukuar dhe absolut nuk kemi ndëgjuar asnjëherë ndonjë rast vetëm të shqetësimit që ka ndodhur nga ai. Për ata dhe për neve ka qenë një rast i befasishëm